Një ditë pas festimeve të ditës së pavarësisë, Fieri ka vijuar festimet Kuqezi në kuadër të 29 nëntorit, ditës së çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist. Në ceremoninë e zhvilluar në orën 10 në varrezat e dëshmorëve, kanë qenë të pranishëm autoritetet më të larta vendore, deputetë të Partisë Socialiste, pasardhës të familjeve të dëshmorëve, përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, të cilët kanë vendosur kurora dhe buqeta me lule në obeliskun kushtuar dëshmorëve. Fjala përshëndetëse është mbajtur nga nënkryetari i organizatës së veteranëve të Lançit, Vangjel Ndreko, i cili ka pohuar se lufta nacional çlirimtare është një pasuri e çmuar e kombit ton që na lan të parët dhe duhet ta ruajmë e tua përcjellim brezave. Ndërkohë në prononcimin e tij për mediat, kryebashkiaku Subashi ka vlerësuar sakrificën e bijve dhe bijave të Fierit, që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë që ne gëzojmë sot, ndërsa mungesën e opozitës në festime e ka konsideruar si vendim të tyre. Sot u përullu me respekt të gjithë përpara heronjve, përpara dëshmorëve luftës nacional çlirimtare, dhe kjo sigurisht është një ndjenjë krenarie për të gjithë ne. Besoj që siç e shikoni dhe nga pjesëmarrja, këtu kemi shumë, pa dallim moshe, dhe padyshim ky është një tregues shumë i mirë që vlerat e luftës do të vazhdojnë të përçohen brez pas brezi. Urimi në këtë ditë është lavdi dëshmorëve, lavdi të përjetshme jetës, veprës së tyre, dhe padyshim t'i kujtojmë në jetëve. Ndërkohë, për herë të parë, homazheve në obeliskun e dëshmorëve ju është bashkuar Lëvizja Bashk. Ne jemi këtu si një lëvizje politike antisistem, ka thënë kreu i degës së Fierit Elis Baba, i cili ka theksuar se ne duhet ta nderojmë sakrificën e të parëve tanë çdo ditë dhe jo vetëm në ditë të caktuara historike. Ne, si përfaqësues të popullit të vërtet, të atij që i ndjen festat në realitetin e tyre, jemi këtu sot si një parti, jo pjesë e sistemit, por si një parti antisistem. Jemi këtu për të kujtuar vërtet vlerat e festës së çlirimit, në emër të atyre të bijve të gjithë Shqipërisë, po sidomos të bijve të Fierit si Ereja Lerigero, që kanë dhënë jetën për drejtësi dhe për lirinë e këtij vendi. Kështu që ne kemi ardhur këtu për të kujtuar mbi të gjitha që këto vlera duhen respektuar, por duhen respektuar edhe në jetën e përditshme, jo vetëm për eventet e mëdha që kujtohen nga të gjithë.